Absolutisht që vota për kryeqytetin në këtë rast, për këtë listë, do të tregoj, natyrisht do flas për një vullnet politik të kryeqytetasve karshi kësaj liste. Dhe kjo nuk diskutohet. Sa më mirë të dalin këto zgjedhje, natyrisht aq më shumë besim ke transmetuar dhe aq më shumë vlerë i ke shtuar edhe subjekti politik që ne duam që të jetë gjithmonë më lart, që është Partia Socialiste, dhe çfarë duhet të komentoj tjetër për këtë gjë, nuk di ta komentoj, se kuptova, ishte pyetje apo ishte thjesht konstatim? Pyetje. A aspironi për të qenë kandidat për kryetar Bashkinë e Tiranës? Kjo është prap një pyetje që del të nxjerr komplet nga konteksti i Jo, këto pyetje nuk i bën ti tani podcast jot, po këtu bëhet çdo lloj pyetje. E nxjerr edhe këtë që ne bashkëbiseδιmin ton nga ky kontekst, unë e kuptoj që gazetaria e ka këtë pjesë edhe që ju bëni detyrën tuaj dhe e bëni shumë mirë. Pra është një provokim që është normal për ju, por mendoj që mua më nxjerr komplet nga konteksti ku jam. E para një herë, unë duhet të jem shumë i kujdesshëm që fushata ime dhe fushata edhe si ministër të jetë në respekt të plot të gjithë kolegëve që janë në atë listë, sepse aty ka dhe kolegë që nuk janë ministra, ka kolegë që nuk janë deputet. Megjithatë ju e keni më vështirë se sa listë e mbyllur. Po, e kanë fjalën për listën e hapur. Lista e mbyllur, atje ke emra që janë të nderuar për formatet e tyre që nga kryeministri. Nuk më lë, sepse je mjeshtë në gjën që bën. Nuk më lë ta mbroj atë tezën time. Do thoja këtë gjë që siç kam hyrë në atë listë dhe nuk jam i barabartë me shumicën e tyre, me po kaq margj dhe rezervë dhe me kaq themi si të thuash me shumë më tepër modesti se secili nga ata duhet ta marr unë, sepse unë atje jam edhe si ministër dhe ministria që ju lexuat është ministri shumë e madhe. Pra kam një histori shumë të gjatë. Unë kam një histori shumë të gjatë në kryeqytet. Natyrisht që kam bërë mirë, kam bërë dhe ndoshta gabime në endën time, mund edhe në detyrat që kam mbajtur, por që gjithsesi unë hy me një avantazh më të madh në këtë listë, e duhet të jem shumë i kujdesshëm që të jem, si më thënë, sa më korrekt me gjithë listën, e do ishte jo normale për mua, do fliste jo mirë për mua nëse unë tani deliroja dhe filloja dhe flisja për ç'a do ndodhi nëse unë si mund ta bëj blendi hipotetikisht marr më shumë vota dhe ç'a do ndodhi se unë mora më shumë vota, do ishte një gjë që nuk do t'i jepte, nuk do ta nderonte këtë garë që ne po bëjmë aty. Edhe pra unë jam shumë i prirur, e ju më thatë vetë që në fillim, dhe unë këtu nuk po e bëj për pyetjen tuaj. Unë jam kështu. Pra unë duhet ta marr këtë gjë si një mundësi e cila mua më jepet edhe me shumë atribute të cilët tjerët nuk i kanë. Në radhë parë njëherë duhet ta nderoj këtë mundësi, duhet ja dalim me sukses që të ndihmojmë që Trëndafili në këtë rast që ju kthyem Trëndafilit të Gonxhës. Trëndafili, jo Gonxha që u kthyen Trëndafili. Po pra, dhe Trëndafilit marrin më shumë vota dhe këtu e kanë fjalën votat e reja. Votat e atyre qytetarëve që nuk kanë qenë vota tradicionale të PS-s. Votat të lëkundurve, votat që votojnë për herë të parë, votat të komuniteteve të ndryshme që janë në kryeqytet, të cilat i shtohen Trëndafilit. Me këto vota do bëjmë që ajo lista mbase të jetë jo 5, po të jetë 7, 8 dhe të rrisim listën atyre që futen. Pra, unë duhet punoj shumë. Sa synon në Tiranë? Natyrisht objektivi duhet ishte që ne duhet synojmë 20. Që të jetë një objektiv. 12 edhe 8 nga lista. Ne duhet synojmë 20, po pse jo dhe më shumë në kuptimin që kjo është një gjë, pastaj nuk është se ka një tavan, por ideja është që unë duhet investojmë shumë, unë duhet punoj shumë, edhe këto fjalë që po themi tani. Ata që na dëgjojnë duhet të kuptojnë që unë nuk jam aty për veten time, dhe duhet të kuptojnë që ne jemi aty dhe kjo listë është e tillë, është shumë plurale, është shumë si themi e pasur dhe përfaqësuese, ka shumë ngjyra, ka shumë themi preardhje, përkatësi, mosha. Ka shumë e kuptoj. Themi përmbajtje si listë që të sjellim më shumë vota, që të bëjmë mundur që të kemi më shumë vota në total si Partia Socialiste për kryeqytetin. Pastaj pjesa tjetër është që unë kam provuar edhe një gjë në vitin 2015, po, nga që jam natyrë që sri dot, domethënë nuk i lë dy gur bashkë, edhe lëviz, edhe dua të deklarohem, dua të kontribuoj, dua të flas. Tentova të dilja kandidat për Këshillin Bashkiak të kryeqytetit në vitin 2015 vetëm. Kam qenë me 2 shok, nuk ka pas lidhje me Partinë Socialiste, ishte fjala për Këshillin Bashkiak të kryeqytetit dhe kam marrë 1760 vota. Për 40 vota, diçka e tillë, bëheshe këshilltar. Doja
kam qenë me një parti të vogël. Më ka dalë fare. Po, s'ka rëndësi, pikërisht ky është gjithë thelbi sa i duhet ju them, që kam pasur momente, si kundër, ju mbani mend dikur G99 apo partitë vogla merrin 1999 vota, 2000 vota. Pra, individ që mund të kenë qenë këtu dhe grupe me mbështetje, grupe, domethënë të strukturuara në kuptimin e forcës të re politike dhe kupton pa atë logon sipër. Pa Partinë Socialiste. Asnjë nga ne nuk hapet dot krash apo në një gjë tjetër, kupton? sepse pa atë logon sipër, domethënë po të dalin vetëm, kupton? Aty e kupton dhe unë i kam kaluar gjitha në jetë, i di gjitha. Jam shumë i temperuar nga ngjarjet e jetës time dhe e di shumë mirë që megjithëse mund të isha bërë këshilltar bashkiak për 50 vota, dhe do ishte shumë bukur se do isha bërë komplet vet. Por e di shumë mirë sa e rëndë është çdo votë, e di shumë mirë çdo me thënë të votohesh, e di çdo me thënë ai të zgjohet, të dali, të të respektoj, të të besoj, të shkoj ke emri jot, të vër kryqin ke emri jot, është shumë rrugë e gjatë deri aty. Dhe, si më thënë, për hir të kësaj, të këtij solemniteti që ka kjo listë, unë do doja që mos dukesha sikur asnjë nuk më ka shpjeguar këtë pozicion në listë si ju. Do të thënë, tregove një maturi në këtë, sepse e shpjeguat vetë, s'kam çfarë them. Sepse ndryshe do ishte ajo që thatë ju.